e cila kërkon përgjegjësi jo shmangje. Gjykata kushtetuese ka folur për natyrën e Republikës sonë demokratike e parlamentare dhe për kufit që kushtetuta i vendos çdo institucion. Me këtë rend, shpërndarja e kuvendit nuk është instrument për të tejkaluar vështirësi politike, dhe mbi të gjitha është përcaktuar e dëshmuar edhe nga gjykata kushtetuese tani që presidenti nuk mund të shpërndajë vullnetin e popullit as në presion të afateve e të paqartësive kushtetuese. Vullneti i popullit nuk anulohet me dekrete dhe rrjedhimisht as nuk shpërndahet. Tani pas qartësimit dhe vërtetimit të kësaj vërtete të pamoshme, sot nuk kemi një poshllok institucional përpara nesh, por kemi një detyrë të qartë. Kuvendi është funksional dhe i kthehet punës së tij. Mandati i deputetëve është i gjallë dhe përgjegjësia ndaj proceseve politikave publike është edhe më e madhe. Afatet kushtetuese janë në vlerë, shteti nuk ka ndalur së vepruarje dhe nuk ka asnjë arsye që ne ta ndalim atë. Përkundrazi, çdo përpjekje për ta ndërprerë këtë funksionim do të ishte jo vetëm politikisht e gabuar, por edhe një precedent që cënon vetë idenë e ndarjes dhe balancës së këshillit. Demokracia nuk mbahet në këmbë e nuk avancon përpara duke bllokuar punën dhe funksionin e njëra tjetrës, por duke respektuar çdo pushtet tjetër brenda kufijve të përcaktuar nga vetë kushtetuta. Kjo nuk është asnjë çështje abstrakte apo debat teorik. Vazhdimi i punës së institucioneve tona është më konkret se kur, por njëkohësisht edhe më i nevojshëm se asnjëherë më parë. Pra rruga para nesh nuk duhet të jenë pengesat, inatet apo refuzimet për të ecur përpara, por çka pritet prej nesh është miratimi i marrëveshjeve kombëtare, agjenda legislative që përmirësojnë përditshmërinë e qytetarëve pa dallim, politika publike në dobi të brezave që vijnë e që kërkojnë konsistencë dhe siguri juridike. Dhe të gjitha këto nuk mund të mbahen peng të një krize të prodhuar politikisht.